kandidatë të cilët për 3 radhazi nuk I morën votat e mjaftueshme për të zgjedhur nënkretor të kuvendit. Prandaj jemi mbetur me një kandidat të vetëm, I cili kandidat nuk U propozua nga përfaqësuesit e komunitetit sërb, pra refuzuan ta propozojnë. Ndoshta në 67 paragrafit 4 të Kushtetutës, aty thotë se kjo pozitë I takon komunitetit sërb dhe rrjedhimisht secili deputet është I barabartë para ligjit dhe I takon e drejta për të propozuar. Meqense është refuzuar propozimi I tij, unë jam I detyruar të kaloj në paragrafin 7 të nenit 12 të rregullorës për tërheqjes së shortit. Mirë po, meqense kemi vetëm një kandidat të vetëm, tërheqja e shortit është e panevojshme dhe rrjedhimisht vazhdojmë me votimin e kandidatit të radhës që është deputeti Nenad Rashić, I cili përfaqëson komunitetin sërb në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj, ftoj deputetët me ngritje dorë të deklarohen për deputetin në fjalë I cili propozohet me short si kandidat për nënkretor të kuvendit. Kush është për? I lutëm për administratën nëse mund në vishë edhe pak, apo? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, ju njoftoj se me 71 vota për, 9 vota kundër dhe 24 abstenime, konstatoj se kuvendi zgjodhi deputetin Nenad Rashić, nënkretor të kuvendit të Republikës Kosovës nga radhat e deputetëve të komunitetit sërb. Të nderuar deputet, një njoftim ju lutem, nëse keni vetë 1 minutë ju lutem. Për njoftim të formimi I grupeve parlamentare, bazuar me nenin 24 të rregullorës së kuvendit, njoftimi për formimin e grupit parlamentar duhet të dërgohet kretarit të kuvendit jo më vonë se 7 ditë nga dita e seancës konstitutive, pra nga sot. Njoftimi për formimin e grupit parlamentar duhet të përmbajë në nënshkrimin e deputetëve të cilët e përbëjnë grupin parlamentar, emrin e grupit, emrin e kryetarit dhe të nënkryetarit të grupit. Andaj kërkohet nga subjektet politike të veprojnë në pajtim me nenin 24 të rregullorës së kuvendit. Të nderuar kolegë, me zgjedhjen e nënkryetarit të 5 nga komuniteti sërb, konstatoj se kuvendi është I konstituar dhe me këtë I mbylli punimet e seancës konstitutive të legjislaturës së 9 të kuvendit të Republikës së Kosovës. Faleminderit e mirupafshim në seancat e radhës.
Jemi sërish në studio, Kuvendi Kosovës e zgjedhi edhe nënkryetarin nga radhat e komunitetit serb, pasi u shtëruan 9 kandidatura të listës serbe, pra që veti propozuan, radha ire deputetit Nenad Rashić, i cili mori shumicën e votave të kuvendit për të zgjedhur nënkryetar, pra 71 deputet votuan pro ti, 9 ishin kundër deputet e listës serbe, ndërka që 24 deputet faktikisht abstenuan në votimin për Rashićin. Ndryshimi është pra se deputet e listës demokratike që abstenuan të kandidaturat e listës serbe, ata votuan pro kandidaturës të Nenad Rashićit. Dhe avokate kemi nënkryetarin e kuvendit nga radhat e komunitetit serb, por jo nga partia që përfaqëson shumicën. Në referencë të edhe të aktgjykimit të fundit me thekë veçantë pikës 127, i ka plotësu, le të themi, 2 nga 3 kushtet e kërkuara për të bërë nënkryetar. I ka marrë më tepër se 61 vota, mirë po i njëjti nuk ka ardhur si propozuar nga deputetët shumicë që përfaqësojnë komunitetin përkatës, prandaj vlerësoj që një çështje e tillë duhet dhe e pres që të ridërgohet në gjykatë kushtetuese nga ana e palëve të autorizuar, megjithas prapë do të jetë lista serbe për me kontestu një akt të tillë dhe i mbetet pasaj gjykatës kushtetuese që të vlerësoj në rast se është ose jo, domethënë zoti Rashić ai që i përfaqëson komunitetin serb, bazum në këto parametra që i ka vendosur, që në bindjen time ka dilema në lidhje me atë se është ose jo në paritet me kushtetutën dhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. Megjithatë, derisa gjykata kushtetuese të mos vendosë ndryshe, ai tashmë është nënkryetari i kuvendit, dhe derisa gjykata kushtetuese të mos vendosë qoftë mos të përkohshëm, qoftë ta kontestoj këtë, atëherë hë për hë kuvendi konsiderohet tashmë i konstituuar. Do ta vazhdojmë diskutimet, më thonë nga regjia se kemi një deklarim nga ana e deputetit Sykmete Bajramit të Lidhjes Demokratike, atëherë kalojmë linjën tek Holli. Në kohën kur ne kemi bërë një propozim të tillë, nuk ka pasur mbështetje nga parti tjera. A keni pyetje tjera? Po, Sonja Bajrami fal për punësin. Ju votuat sot për Nenad Rashić, ndërkohë ai ka qenë vetë propozuar kohë më parë për nënkryetar, ju s'keni votuar atë. Se ndodhi kjo tani, edhe çysh e komentoni këtë vonesë për konstituimin e kuvendit, kur ka mund të kryhet ky motin? Është e vërtetë, sepse nuk e kemi pasur të qartë dhe tash këtë qartësi e ka dhënë aktgjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese. Pasi që kemi lexuar aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, e kem pa që ka një të drejtë të tillë dhe kem marrë vendim sipas interpretimit të aktgjykimit që kanë bërë juristët në grupin parlamentar. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Ju e dini, Partia Demokratike e Kosovës që para 15 prillit ka qenë ndoshta partia e vetme që ka mbajtur konsistent qëndrimet e saj. Edhe sot, ashtu sikur para aktgjykimit, ne kemi abstenuar në votime për çfarë përket nënkryetarit nga komuniteti serb. Është konstituuar apo jo kuvendi, duket se kjo përgjigje ende nuk e ka marrë formën e plotë. Unë besoj që konstituimi ka qenë i domosdoshëm dhe nevojshëm qysh me 15 prill për çka jemi angazhu ne, mbetet të shihet a do të funksionojë tutje. Për neve është shumë e rëndësishme që konstituimi të jetë final dhe që të hyjmë në afate kushtetuese për të parë mundësinë e formimit të qeverisë së re dhe duke ditë që asnjëra palë nuk e ka shumicën parlamentare, besoj që ajo që është më e rëndësishme në këtë moment është që të gjejmë mekanizmin që na dërgon në zgjedhje të parakohshme sa më parë dhe pa vonesa. Unë shpresoj se do të ketë racionalitet mes palëve për të arritur një dakordsim të tillë, por kjo mbetet të shihet në ditët në vijim. Ne jemi vetëm 2 ditë para zgjedhjeve lokale, e rëndësishme është që të kemi fokus që ky proces të shkojë mbar, që të kemi një proces zgjedhor shembull, siç e kemi pasur edhe të kaluarat, dhe që verdiktin e qytetarëve edhe në nivel lokal ta kemi të plotë dhe të respektuar nga të gjithë. Përndoni pyetje. Si e komenton vullnetin e LDK-s për të votuar për e para dhe pse do të abstenuar, e dyta dhe pse një parë jo optimist